Me emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Në hijen e Ramazanit. Tema përcaktuar për sonte është cilat janë kushtet e agjerimit. Për të folur më shumë rreth kësaj teme, kemi të ftuar kryetarin e Këshillit të Bashkësisë Islame në Vushtrri, Ejup Haziri. I nderuar, mirë se erdhët. Mirë se jeni. Atëherë, cilat janë kushtet thelbësore për të pasur një agjerim të pranuar dhe cilësor tek i Madhi Zot? Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Falënderimet takojnë vetëm Allahut. Atë falenderojmë prej tij gjithherë, ndihmë dhe falë kërkojmë. Përshëndetjet tona qofshin mbi Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Fillimisht shfrytëzoj nga rasti që tu uroj gjithë besimtarët musliman muajin e bekuar të Ramazanit, paqem të gjithë agjerim të lehtë, e mbi të gjitha agjerim të pranuar tek Zoti i Madhruar. Prej kushteve thelbësore, elementare, kyçe është qenit musliman. Vetë fakti që Allahu na drejtohet neve si besimtar, si musliman, në ajetin e agjerimit, ja ju ledhina amenu, e deri në fund, o ju cilët keni besuar, kuptojmë se Allahu po na drejtohet neve si besimtar, nga se rregullat, dispozitat, normat, adhurimet, siç është agjerimi, edhe namazet dhe adhurimet tjera, kanë të bëjnë me musliman, me islamin. Allahu nuk ju drejtohet besimeve tjera. Në esencë, kur mungon besimi, veprat janë të kota. Për këtë arsye, kushti elementar është qenit musliman. Çka do të thotë qenit musliman? Të qenit musliman do të thotë kur ne si njerëz e pranojmë Islamin si besim, e pranojmë Allahun si krijues, e pranojmë Muhamedit alayhis salam si dërguar i tij, edhe e pranojmë gjithë pejgamberët paraprak, prej pejgamberit parë deri te pejgamberi i fundit. Nëse dikush bën ndonjë vepër, por i mungon besimi, në Islam është e kotë. Për arsye se baza është besimi. Spari vjen besimi, pastaj edhe vijnë veprat. Për këtë arsye çdo vepër në Islam cilësohet akt adhurimi. Aktet e adhurimit, që është namazi, agjerimi, edhe adhurime tjera, nuk pranohen nëse mungon besimi në Allahun. Pra, kushti i parë për të pasur një agjerim të pranuar tek i Madhi Zot është pikërisht qenurit pra besimtar musliman. Pas kësaj, cilat janë kushtet tjera që shoqërojnë këtë kusht parë e që do mos duhet të plotësuar? Sigurisht ky është kushti më i rëndësishëm dhe është kushti thelbësor, po agjerimi ka shumë kushte, nuk e di a do të mundim të përmendim të gjitha, të shpjegojmë. Prej kushteve tjera thelbësore është edhe kur njeriu duhet të jetë në moshën madhore. Për arsye se agjerimi, namazi, por adhurime tjera nuk kërkohen nga fëmijët. Mosha madhore nuk mund të përcaktohet me vite, për arsye se vendi nga vendi dallon, shoqëria nga shoqëri ka specifika ndryshme. Po në Islam, në respektin islame, mosha madhore përkufizohet kur njeriu hyn në bylëk që nifet në popull ose në moshën madhore, nga aty fillon edhe përgjegjësia e tina. Tash, nëse nuk kërkohet agjerimi nga fëmijët, a kanë drejt me agjeru fëmijët, ose a duhet të agjerojnë fëmijët? Në Islam është trajtuar si mesele, si teme e rëndësishme, edhe vetë fakti që i dërguari i Allahut Muhamedi alayhis salam i ka mësu, i ka këshillu shokët e vetë që t'i thrasin fëmijët e tyre edhe në namaz, edhe në agjerim, na bën me dije që prindërit duhet të inkurajojnë fëmijët e tyre që ata të fillojnë të agjerojnë para moshës madhore, në mënyrë që të adaptohen, të mësohen, të fillojnë më herët, që agjerimi më vonshëm mos të jetë e lashë për ta. Madje ka transmetime që sahabët duke dëgjuar dërguarin e Allahut i kanë këshillu fëmijët e tyre që të agjerojnë para moshës madhore. Madje e dim në ato vende të nxehta kur dita është ndoshta më e gjatë, temperaturat janë më të larta, ata ju kanë dhënë fëmijëve lodra në mënyrë që të shpërqendrojnë nga uria,
sidomos mesdita kur fëmijët e nin më tepër lodhin, e nin më tepër urin, ju kanë dhënë lodra në mënyrë që mos ta kenë përqendrimin e tyre, mos jetë teoria, por të jetë dikun tjetër. Do të thonë baza kryesore mbi të cilën fillon obligueshmëria e agjerimit është pikërisht mosha madhore në raport me vajzën dhe në raport me djalin këtë rast e kështu. Sa i përket asaj që përmendet tek fëmijët, pra pohuat se përderisa është një mundësi më e lehtë për të agjeruar, sepse tashmë po shkojmë drejt ditëve më të shkurtra, atëherë ju po harni se duhet të inkurajohen normalisht që të paktën sipas mundësisë të vlerësohet mundi, qëllimi i tyre i mirë, njëkohësisht bëhet një edukatë që edhe me tutje të vazhdohet me këtë drejtim. Po për kategorinë të cilët në aspektin mendor këtë rast si qëndron obligueshmëria e tyre në raport me agjerimin. Desha të ndërlidhem vetëm në një pjesë tek fëmijët, edhe pse ulemoja nuk kanë përcaktuar vite, nuk kanë përcaktuar moshë kur duhet të fillohet, po disa kanë rekomanduar që të fillohet prej moshës 10 vjeçare, duke u bazuar edhe në hadithin rreth namazit, nga mosha 10 vjeçare të fillohet me agjerim. Nuk kupton që moshën 10 vjeçare të fillojnë fëmijët të agjerojnë muajin e Ramazanit pa ndërprerje, mirë, po sipas mundësisë e tyre. Edhe këtu vjen pyetja edhe një mesele, një çështje tjetër. Nëse fëmiu agjeron, a shpërblet për agjerimin e tij? A shpërblet fëmiu? A shpërblet prindi? Apo shpërblehen? Si qëndron kjo situatë në raport me fëmijët? Në raport me fëmijën, nëse fëmiu agjeron, shpërblet. Edhe pse në moshën madhore, ne e dim se nuk merret për bazë veprimet e tina, po në këtë rast namazi, agjerimi, dietarët kanë thënë që ai shpërblet për agjerimin e tina, për veprat e tij të mira, por njëkohësisht shpërblehen edhe prindet e tij për shkak se ata janë bashkëtarë që ai të agjeron. Në këtë rast do duhet që prindrit të inkurajojnë fëmijët e tyre që të fillojnë me agjerim. E përmendet që dita e shkurtë, koha është e freskët, nuk është më kur agjerimi ka qenë verës, kur ka qenë gjatësia ditës bëjgje madhe, nxehtësia është shumë e lehtë, edhe është mirë që edhe fëmijët të fillojnë ta praktikojnë, ta adaptohen. Pra keni kupton se lapsi për ta nuk i shkruan mëkatet dhe lëshimet, por shkruan shpërblimin që ata arrin në këtë ditë. Sepse dërguari i Allahut ka thonë që lapsi nuk shkruan për 3 lloje njerëzish, në mesin e tyre ka përmend edhe fëmijën derisa të arrin moshën e pjekurisë, ndërsa kushti tjetër që e përmende, që të meta borxhën përgjigje, aftësia mendore është domosdoshme, jo vetëm në agjerim, por në çdo obligim tjetër. Nëse njeriu ka probleme psiqike, nëse njeriu ka ndonjë të lashe, ai lirohet nga përgjegjësia, nga se pejgamberi sallallahu ka thonë 3 lloje njerëzish, lapsi nuk shruan për ta, nuk merret përgjegjësi. Edhe ka përmend që i çmendur derisa të kthehet në gjendjen e tij të mëpashme. Domethënë derisa ta te kalon atë gjendje, Allah është i mëshirshëm, edhe i ka liru grupet e njerëzve që kanë të lashe, që kanë probleme, mirë po njeriu i aftë mendresht e ka për obligim të agjerojë muajin e Ramazanit, ashtu siç i ka obligim edhe obligimet, siç i ka detyrim edhe obligimet tjera që namazet ose detyrimet tjera. Çfarë thoni për agjëruesit tanë të cilët udhtojnë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, duke pasur parasysh se ne si popull karakterizohemi se me anë një sakrifice të madhe kanë vuajtur më herë gjinota të mëhershme dhe Ramazanin as që kanë qenë plan të ndërpritet, të prishet. Se në kohën tonë, cili udhëtar është i lejuar ta prish agjerimin dhe a mundet njeriu të udhtojë por të qëndroj agjërueshëm? Një prej kushteve të agjerimit është që muslimani, besimtari, të jetë rezident, të jetë në shtëpinë e tij, në vendin e tij. Udhëtimi e dimi edhe është edhe me ajet Kuranit që i lejohet besimtarit, i lejohet muslimanit të mos agjeroj kur është udhëtar. Allahu ja ka bërë të lejueshme prej rahmetit tina, prej mëshirës tina, prej fesë që është tolerueshme, feja e tolerancës, së mëshirës, së respektit, udhëtarit e kalon një derë hapun. Mirë po ulemaja kanë debatu se jo çdo udhëtim, një udhëtim nëse është i shkurt, edhe nuk ka ndonjë vështirësi, nuk ka ndonjë telashe,
atëherë është më mirë të agjeroj sesa ta prish agjerimin, për arsye se ditë e agjerimit ai sigurisht i kompenzon me vonë. Mirë po shpërblimi nuk është i njëjtë. Ai humb shpërblimin e Ramazanit, e agjeron ditët e mbetura, një ditë ose sa ditë se ka qenë udhëtar, mirë po shpërblimin e Ramazanit e humb. Edhe në jurisprudencën islame është një debat i madh, sepse vetë përmendet që në të kaluar ka qenë kushte shumë të rënda, shumë të vështira, edhe në çdo rrethana, në çdo kushte, njerëzit ndoshta nuk e kanë prish agjerimin për shkak se e kanë pa diçka shumë madhështore, edhe kanë dashur me përfitu nga kjo adhurim. E sot dikush ndoshta me dëshirën e tij dëshiron të udhëtoj dikon për me ikë obligueshmërisë së agjerimit. Kjo është gjëna e para. E dyta, nëse ka ndonjë punë, nëse ka ndonjë angazhim, nëse ka ndonjë rast që duhet patjetër me udhëtu, udhëtimi i tij është i lejueshëm. Edhe ai ka të drejtë ta prish të mos agjeroj atë ditë ose disa ditë sa është udhëtar. Mirë po në rrethonat tona, shembull nëse udhëtojmë nga këtu në Gjermani ose në Angli ose në vende tjera, një udhëtim nuk na merr më shumë se 2-3 orë ose 4-5 orë. Mundemi me hangër syfën në shtëpi tona, edhe iftarin me bën vendin ku kemi shku, edhe pa ndonjë lodhje. Edhe ulema e kanë ardhur përfundim që në këto raste, kur udhëtimi është i lehtë, edhe nuk sjell telashe, nuk ka vështirësi, më arsyeshme edhe më rekomandueshme është të agjerohet sa të iket agjerimit. Edhe pse në parim është e lejueshme. Zoti e ka leju këto. Pra në këtë rast, a mund themi se ai që është agjerueshëm, në këtë rast udhëton dikon, e ka shpërblimin më të lartë nëse agjerimin e tij nuk e prish, po normalisht nuk e ndikon aspektin negativ asgjë. Në shëndet, udhëton, është agjerueshëm, a mund shpresojnë shpërblim më të lartë në këtë drejtim? Sigurisht ai mund të shpresojnë në shpërblimin e Zotit, për arsye se është agjerueshëm, edhe është udhëtar, bile ai e ka shpërblimin e më se mundet me bën ndonjë dua që e dim në fenë islame se çfarë rëndësie ka duaja gjatë udhëtimit. Çfarë mund të themi për ata që nuk kanë mundësi të agjerojnë, kanë probleme shëndetësore? Si duhet ja bëjnë këtë muaj e pastaj si mund të kompenzohet edhe obligueshmëria aty në raport të madhin Zot? Një prej kushteve tjera është edhe mundësia për të agjeruar. Nga se Allahu nuk e ka lënë këtë derë mbyllur, mirë po e ka lënë këtë derë edhe hapun për disa kategori të cilat kanë telashe, kanë vështirësi ose nuk munden me agjeru. Një prej atyre që prej kategorive që Allahu ka bërë të lejuar të mos agjerojnë është edhe sëmundja. Pastaj të sëmundja duhet nda. Ka disa njerëz që vujnë prej sëmundjeve kronike, sëmundjeve të vazhdueshme, sëmundjeve ndoshta të pashërueshme. Këta nuk kanë të lejuar të agjerojnë për arsye se kanë telashe me shëndetin e tyre. Po edhe kompenzimi nuk duhet më bëj më vonë, për arsye se smunden. Mirë po këta japin fidje, i paguajnë ditët të cilat nuk kanë agjeruar, ndërsa sëmundja që është e përkohshme, ka dikur që sëmohet gjatë muajit të Ramazanit, një ditë, ose më shumë se një ditë, ose një javë, ose komplet Ramazanin, po pas Ramazanit kalon në sëmundje, ky i kompenzon ditët e mbetura. Domthon, te sëmundjet që janë të shërueshme, kompenzohen ditët. Te sëmundjet që janë të pashërueshme, ose te sëmundjet që janë kronike, sëmundjet të rënda, që njeriu s'ka mundësi të agjeroj, vetëm jep fidje. Zakonisht në kësi raste merret edhe mendimi i një mjeku të besueshëm, ai e udhëzon pacientin e tij se çka të bëjë dhe çka të vepron. Pra për mene natyrisht se në këtë situatë duhet një konsult me një mjek, e që fatmirësisht në mesin tonë ka edhe praktikues të mëdhenj të cilët natyrisht se këshillat e tyre janë çdo herë në raport me edhe gjendjen emocionale, por edhe gjendjen faktike që në asnjë ran mos të bie në dëmin e personit. Atëherë te çështja e njetit, a duhet ta bëjmë njet në fillim të Ramazanit për komplet muajin, apo duhet ta bëjmë njet ditë për ditë, apo duhet ta bëjmë njetin vetëm me zemër, apo duhet ta shtojmë edhe
fjalë për fjalë. Cila është situata më e mirë në këtë relacion? Niyeti është një lloj vendosmërie. Kur njeriu e bën niyet me agjëru, e shpreh një lloj vendosmërie se po fillon një punë të caktuar ose një obligim të caktuar. Niyeti ulemaja ka thonë që është i detyrueshëm. Bazohen në hadithin e Pejgamberit, ka thonë çdo punë shpërblet sipas qëllimit, sipas niyetit. Por kur do të bërë niyeti? Ulemaja kanë debatuar edhe ka thonë që niyeti mund të bëhet nga pas falës namazit të akşamit e deri pas syfyrit. Po pas kohës syfyrit, të ne sipas shkollës sonë, lejohet deri para kohës së namazit të drekës. Parafërsisht janë 20-25 minuta kur lejohet. Mirë po edhe pse kanë leju këtë kohë, kanë rekomanduar që niyeti të bëhet gjatë natës. Për çfarë arsye? Për arsye se vendosmëria me qenë më e fuqishme, kur besimtari, kur agjëruesi e bën niyet qoftë para syfyrit, qoftë edhe pas syfyrit, vendosmëria e tij është e pathyeshme. Ai nuk mendon më që ta prish agjërimin. Kur njeriu i lën hapësirë vetit, edhe i thotë ende se kam bë niyet, atëherë mundësia për me prish agjërimin është më e lehtë ai. Për këtë arsye kanë thonë që niyeti ka këtë kohë, fillon prej pas perëndimit diellit, prej kohës të akşamit e deri në kohën e syfyrit. E prej kohës së syfyrit është pjesa e dytë, deri në kohën e parafalës së namazit të drekës, parafësisht 45 minuta. Mirë po gjithmonë kam preferuar që të bëhet në pjesën e parë. Po për arsye të ndryshme, dikush harron ose diçka, lejohet deri në këtë kohë. Mirë po, kanë rekomanduar që të bëhet në pjesën e parë. Kjo është sa i përket niyetit që duhet të bëhet, kjo është koha, ndërsa duhet të bëhet çdo ditë apo mjafton një niyet gjatë Ramazanit. Ka prej dietarëve që kanë debatuar në shkollën tonë duhet të bëhet çdo ditë niyeti, sepse çdo ditë është adhurim vete. Ka prej disa dietarëve të shkollave tjera që ka thonë mjafton një niyet për tërë Ramazanin. Madje ka edhe prej dietarëve që ka thonë vetë zgjimin në syfër është në fakt një farë niyeti, një farë. Pra edhe vetë zgjimi në syfër ndonjëherë për ata që më të moshuar e kanë ndonjë dilemë, harrohen vën niyet, nuk dian pranohet kjo ditë, pra vetë ideja që kanë mësuar për syfër përfshin atë pjesën e përgjithshme të niyetit. Sigurisht edhe harresa niyet nuk shkakton ndonjë telashe të madhe. Edhe pse ulemaja kur kanë thonë është e obligueshëm niyeti, mirë po nëse njeriu harron se diçka, Zoti ja pranon agjërimin se ai është zgjuar me niyet. Domthonë niyetin e ka pasur që zgjohet në syfër, të hanë syfër, edhe niyeti i tij ka qenë për me agjëru, po harresa pastaj ka ardhur dhe nuk ka ndonjë telashe. E përmendet harresën. Kur jemi te ky nocioni harresës, a e prish agjërimin ngrënia ose pirja nga harresa, që mund të ndodhë ndonjëherë ose e kemi provuar ndonjëherë vetë ose e kemi parë dikën, si qëndron besimtari në raport me këtë gjë dhe a duhet ta vazhdojë agjërimin apo ta prish në atë moment? Ne zakonisht mësojmë që gjatë 11 muajve të hamë të pim në kohë të pasaktuar. Ramazani pak është një përjashtim për kësaj sepse nga koha e syfyrit deri në kohën e iftarit, Allah ka vendosur një rregull të caktuar për neve që neve senet e lejuame që i kemi pas më herët na janë bërë ndalume nga koha e syfyrit deri në iftar, edhe gjatë jetës përditshme njeriu kanë janë nga harresa, harron ose bën diçka ose han diçka. Në këtë rast agjërimi i tij është i vlefshëm, nuk prishet, nëse bëhet nga harresa. Nëse bëhet qëllimisht agjërimi i tij automatikisht prishet. Mirë po, nëse njeriu han ose pen nga harresa, ai nuk do të më vazhdo prapë me ngranë. Nëse ka humbur diçka, në moment që ti kujtohet njeriu duhet ta lënë çdo sen. Kur jemi te harresa, a duhet shikuar nga këndi i mirësisë apo i fatkeqësisë kur ham ose pim nga harresa? Nëse ham ose pim nga harresa, duhet shikuar nga këndi i mirësisë. Për çfarë arsye? Sepse pejgamberi ka thonë që Allahu po ushqen robën e tij. Në një formë Zoti po jep atij një këngë nga harresa, po Allahu po ushqen. Një pyetje tash në fundin e misionit. Edhe punë që bëhen nga harresa, e dim që kanë tjetër tretman në fe islame. Faleminderit. Një pyetje e rëndësishme që
është për gjithë ne realisht, duam një përgjigje të veçantë këtë drejtim, për faktin se ne kemi kohën e syfyrit dhe kemi kohën e iftarit. Dhe fatmirësisht kemi takimin zyrtar nga Bashkia Islame e Kosovës. A mjaftohemi që ta fillojmë ose ta ndërpresim këtë rast spori, ushqimin dhe pijen në kohën e syfyrit dhe ta nisim kohën e iftarit? Apo duhet që dalim jashtë shtëpisë, të shohim qiellin kur është koha, ose tek perëndimi i diellit kur është koha e iftarit atje të shohim sa ka perënduar dielli me syrin tonë, domethënë është jemi krejt një profesion tjetër, po dham edhe në këtë drejtim disa prej ideve tona se është koha e që me gjas sipas takvimit është një kohë tjetër. Si trajton këtë aspekt? Ky aspekt trajtohet nga këndi i autoritetit. Do të kthehemi në kohën e profetit. Profeti e ka trajtuar autoritetin, i ka dhënë rëndësi autoritetit. Edhe në kohën e tina ka qenë, e dim, Betul Mal. Po. Ka qenë thesari i muslimanëve. Ka qenë autoritet në veti. Jo çdo kush e ka dhënë zeqatin ku ka dashur ai vet. Po zeqati është derdh në Betul Mal, në thesarin e muslimanëve. Edhe jo çdo kush ka dhënë fjalën tek agjerimi, shembull, fillon agjerimi nesër çka. Ka qenë autoriteti ai i cili ka vendosur, edhe në kohën tonë. Domthonë është autoriteti që vendos, jo individi. Po. Fjala e individit nuk ka vlerë, nuk ka peshë. Këtë rast autoriteti është institucioni. Institucioni është këtë rast është Bashkia Islame e Kosovës. I ka bërë gjitha përgatitjet. Është koha, është përcaktuar koha e syfyrit, është përcaktuar koha e iftarit. Kjo çështje nuk është në dorë të individëve. Po. Kjo çështje është në dorë të autoritetit. E autoritetin nëse na duhen na më shpjegoj, duhet kthehemi në kohën e Pejgamberit Islam, çysh ka qenë. Nuk kanë vepruar individët. Ka vepruar Pejgamberi Islam, ka pas një autoritet, një institucion, i cili i ka besu, i ka vendosur njerëzit përgjegjës, edhe ata pastaj kanë vepruar sipas fjalës së Pejgamberit. Në këtë rast, edhe pse ka individ, ka njerëz që ndoshta dyshojnë, ka njerëz që ndoshta nuk e besojnë atë kuptimin kur hyn syfyri ose iftari, mirë po, unë mendoj që ata njerëz bëjnë gjuna, sepse nuk e besojnë një institucioni që është përgjegjës për çështjet e muslimanëve, e po i besojnë një individi. Pastaj kjo koha kur hyn syfyri, koha kur hyn iftari, është një çështje që Zoti nuk e ka lënë në dorë të individit, e ka lënë në dorë një shoqërie, një institucioni. Prandaj nëse institucioni gabon, është përgjegjësia e tyre, po individi nuk ka ndonjë përgjegjësi para Allahut. Këtë rast i kisha rekomanduar gjithëve që të veprojnë sipas takvimit, sipas vaktisë e cila çdo vit, çdo Ramazan publikohet nga institucioni, nga Bashkia Islame e Kosovës, të veprojnë sipas asaj dhe nuk ka asgjë të keqe. Nëse ndodh ndonjë gabim eventual, është përgjegjësia e institucionit. Po sigurisht se institucioni ka vendosur janë njerëz adekuat, janë njerëz të thirrur, janë njerëz profesionistë, edhe nuk mund të vendosë një njeri i thjesht, me pas një mendim më të qelluar sesa 100 apo 1000 njerëz që janë profesionistë në këtë fushë. I nderuar, falenderoj shumë për kontributin tuaj mbi këtë temë. Zoti madhreshëm ju shpërbleft. Amin, inshallah, ju faleminderit. Shikues të nderuar, me kaq përfundon ky emision. Deri në takimin e radhës, paqja e Allahut qoftë mbi ju.